Pse bashkëshortët mes vete me njëherë po lypen sot ndarje për senet vogla që përmirësohen? E vërtet është kjo? Pse? Edhe këtë kallëzoj. Për arsye se fillimi i tyre nuk ka qenë për i Zotë Zotit. Kur është për i Zotë Zotit, te i kalohen senet e vogla. Aty ku ka interes parja, ku ka interes autoriteti, ku ka interes apo vëmendje bukuria. Pastaj, kur s'plotësohen kushtet, nuk mund me ba sabër. Kjo ka qenë edhe sebebi që gjatë historisë, me sa peripeci i kanë rujt gjyshet, së gjyshet tona, fëmijët e vete, burrat e vetë smutë, ku e di qka me lloj fukarallëku dhe të lashe, e nuk janë nda. Sot, për një kafe, prishen. Jo të gjithë, elhamdulillah ka njerëz të devotshëm, por ka edhe të atill që kështu ju ndodh. E unë e di fort mirë se rinia janë krizë, se i kanë ndrru standardet e përzgjedhjes së njëri tjetrit.